Përshëndetje shikues të dashur të kanalit të 7, jeni prap me emisionin e radhës të POV Nacionale, emision ky që është prodhim i Gazetës Nacionale. Sot ndryshe prej të dielave tjera, jam veç unë, Oceani, pasi që Arbëri na mungon sot, po së bashku kena me i komentu dhe kena me fol për gjitha ngjarjet çka ka ndodhur gjatë javës që e lam mbrapa. Fillimisht muj me fillu prej çështjes së presidencës, pra presidentja sa herë vjen tema e presidentës në Kosovë, gjithmonë ndodh një farë zhvillimi politik, i natë ngërçe, domethënë gjithmonë është temë e rëndësishme, pasi që duhet më shumë se 60 numra për me zgjedh presidenten, ose duhet me u bë kvorumin në kuvend. Tash kemi pas disa çështje, disa lëvizje që kanë ndodhur gjatë javës, edhe normalisht deklarata prej subjekteve të ndryshme politike. LDK atë i kemi 15 numra, e kemi një emër nëse doni edhe Vjosa Osmanin, lëvizjave vendosur të ke hajde birmi në shkrimet, kështu që mas miri po e filloj me disa prej seancave çka ka ndodhur, do prej seancave të para, pra kur mbledhen në kuvend, ani pse nuk ka pas numrat, lëvizjave vendosi që me bu raundin e parë, me nis pra i qitën kutia, i qitën tavolinat, edhe nisën Glauko Njusa dhe Fatmire Kolçaku u tërhëqën nga gara, se unë kanë kandidat prej lëvizjeve vendosje për president, edhe u futën dy emra të ri, pra u futën ndërta edhe Feride Rushiti, e cila i mori 63 vota në raundin e parë. Pra shkun deputetet edhe votun ani pse s'kishke quorum. Që kjo i shqetësoi domthonë gjitha subjektet politike, shoqëria civile ka pas reagime të shumta dhe nëpër media, shkaku që u pajke si një puç ndaj rendit kushtetues, duke e marrë parasysh se kushtetuta e specifikon shumë mirë që për me nis seanca për votimin e presidentës, duhet me kanë 80 veta pra në kuvend, në seancë edhe me u bë quorumi. Këta nisën me 63 veta votun për Feride Rushitin, të dyja domethënë ke edhe Feridja edhe Hatice Hoxha ken kandidate prej lëvizjeve vendosje. Me këta nuk u pajtoheshin subjekte tjera politike, cilat thoshin që nuk ka pas ndonjë marrëveshje politike për me votu Feriden ose Haticen. Ta shohim fillimisht në seancën ku mbajt pra që votoi lëvizjave vendosje, u kap një moment ku deputeti Naim Bardisin, deputeti i lëvizjeve vendosje, u kap duke shkruar në telefon me një mik të tij ose çka po dim, me konkasin duke shkruajt, u kap nga kamerat e gazetarëve, Ekonomia Online e ka marrë pamjen, edhe u kap duke shkruar që sot po votojmë karate, ndërsa pastaj e presim gjykatën kushtetuese çka thot. Ta ndjekim fillimisht videon. Pra shkruese mesi Naim Bardisit paka shumë tregoj që deputetet e lëvizjeve vendosje janë në sinkron me ata që janë të bo. Ata janë të e ditë që janë të votu jashtëligjshëm, pra kundër kushtetutës së Kosovës edhe kundër rendit kushtetues, por vazhdeshin para në mënyrën karate, edhe pastaj me prit çka po thot gjykata kushtetuese. Sigurisht, ndoshta plani ka qenë që me votu, me shku deri në fund, edhe pastaj çështja më u dërgu prej opozitës në gjykatën kushtetuese, e pastaj me kriju një farë vonese të re, një farë ngërsi të ri politik, por kjo s'ndodhi. Domethënë prej paralajmërimeve të para erdhën prej AK-s, që kemi me ndjek tash videon, po fillimisht po e ndjekim pjesën një pjesë të kryeministrit Kurti, i cili duke shku në kuvend për seancën e radhës që u mbajt për presidentën, sepse u mbajtën disa seanca brenda 48 orëve, edhe po e shohim pra këta i bëshin ftesë opozitës me shku në kuvend, por po e ndjekim fillimisht që të deklaratën e Albin Kurtit. Zoti Kurti, do të kemi presidente? Ne pojmë përpjekjet maksimale, tash ta shohim apo vinë deputetët e opozitës që kanë obligim kushtetues të përfaqësojnë popullin, të marrin thirrje. Po të dallojnë Vjosa Osmanin.
Albin Kurti para kuvendit po thotë që po i presim deputetet e opozitës apo vinë sepse e kanë obligim kushtetues. Kjo është domethënë një gënjeshtër, një manipulim, sepse nuk është obligim kushtetues deputeti i opozitës me ardhur në kuvend. Çështja e presidencës, për me kuptu gjithë shikuesit, është çështje tepër e ndjeshme në Kosovë dhe gjithmonë ka bosi me i te kalu i natët personale. Domethënë në të kaluarën jem bashku herë PDK-ja, LDK-ja, për Hashim Thasin për shembull, pastaj u patëm bashku bashkë me partitë e tjera për Atifete Jagën, edhe lëvizja vendvendosen nuk ka marrë pjesë në këto seanca të presidencës, pra a ka qenë obligim kushtetues edhe atëherë. E kemi edhe dekretin që aktgjykimin e gjykatës kushtetuese për dekretin e Vjosa Osmanit, ku e cakton, domethënë e specifikon gjykata kushtetuese në një pikë të aktgjykimit që thotë që nuk mundet pra deputeti vullneti i tij është i lirë. Nuk ka logjik, as nuk ka lidhshmëri që një deputet me u detyru me qenë fizikisht në seancën e kuvendit. Ai mundet me u dënu politikisht, pra prej votuesve, një votues për shembull nëse unë kam votu dikën, edhe thon pse s'u shku atje në seancë, votoj kundër tij tash. Mundet me pas dënim ose humbje politike, dënim politik prej elektoratit të vet, po nuk mundet me detyru ligji deputetin me kap me zër edhe me çu fizikisht në kuvend. Domethënë kjo nuk ka logjik, nuk ndodh në një vend demokratik. Kosova është ças mirë e ndërtuar, ka ças mirë të ndërtuar me kornizën kushtetuese, saqë deputetët janë e shpërfasin më së miri vullnetin e popullit. Kena pas shumë herë, domethënë shumë raste në kuvendin e Republikës së Kosovës, sepse kanë herë po na duket që memoria po na tradhton edhe po harrojmë, po i lana mbrapa disa ngjarje që kanë ndodhur më herët, por ka pas shumë ngjarje kur deputet të një partie kanë votu kundër grupit tyre parlamentar. Pra jo sikur lëvizja vetëvendose që ju vjen në email për këtë votojmë për këtë votojmë kundër, pra gjithmonë janë në sinkron. Ka pas raste kur deputeti për shembull i grupit parlamentar PDK-s ose LDK-s ose TAK-s ka votu kundër vullnetit që ka votu grupi vet parlamentar. Edhe kjo ka ndodhur tepër shpesh. Që kjo domethënë është se vullneti i lirë që ty ta jep kushtetuta e Kosovës. Nëse ty ta kanë fal besimin 30.000 qytetarë, vetëm 30.000, ti përgjigjesh 30.000 qytetarëve. Ti ndoshta e ke marrë domethënë krejt votat për me qenë kundër presidentes për Vjosa Osmani. Ti nuk mundesh me marrë pjesë në seancë dhe mja bo quorumin, mja mundsu, domethënë sikur LDK-ja si apat mundsu herën e parë. Tash, LDK-ja thojke pse na nuk kena bo një marrëveshje paraprake politike me vetëvendosin, edhe thojke na e kemi numrat edhe po shkojna me Vjosa Osmanin. Tani ta bëshin loja pesjesën Feridin në Vjosën, domethënë thjesht seanca edhe konferenca të zotëra të lodhshme për qytetarët edhe përfundimi ke i njëjtë, po para se me mbri ato, domethënë kjo ke lodhshme edhe për vetë antarët, deputetet, ministrat e lëvizjeve vetëvendose. Ke një moment kur Dimal Bashën e zinte gjumin në seancë, normalisht prej punës të ngarkuar si ministër tash. Ta ndjekim ideon. Rezultati ishte i ngushtë dhe situata në ndërtuar. Megjithatë, lëvizja vetëvendosje veproi menjëherë sipas peshës që qytetarët kanë ta dhënë, ku e ftuam në këtë koalicion. Okej, pra e pat Dimal Bashën edhe gjendjen në seancë. Çdo seanca domethënë ku vetëvendosja ja nisi me votu kinse për Feridin, që ke gjithmonë antikushtetuese, por asnjëra parti nuk e çoi në gjykatën kushtetuese, as opozita, sepse dinin që kjo është për me blej kohë. Paralajmërimet më të mëdha, domethënë reagimet që erdhën, kem prej AK-s, sipas vlerësimit tem personal, këtu nuk e kam arbërin me diskutu pak ma zërësisht, por mu dok që lideri i AK-s, Ramush Haradinaj, ke ma seriozi dhe ma këmbgulsi që nuk u dzëm me vazhdu ç'ke gjendje, për ndryshe paralajmëronte domethënë edhe veprimet të tjera. Se për çka ka pas fjalën, ndoshta është ma mirë se nuk u marr vesh edhe nuk vazhdoi kjo seancë deri në fund, pra me u kry një akt kundër kushtetues edhe me u prish rendi kushtetues.
ta ndjekim pak a shumë deklaratën e Haradinaj. Është situatë ndryshe nga të gjitha zhvillimet që kem pa në Kosovë pas pavarësisë, ata që ushtrojnë funksione shtetërore, kryeministri, kryetarja e parlamentit edhe ushtruesit e tyre e presidentit, dje kanë bërë shkelje kushtetuese. Kjo është ngjashme me suprimimin e kushtetutës, e kam krahasu ata që kanë ndodhur dikur në kalume. Pra është një ngjarje shumë e rrezikshme, një drejtim i rrezikshëm, edhe vërtet ju bëj thirrje që të ndalen, mos vazhdojnë në këtë drejtim. Ruajtja e pushtetit, mbajtja e pushtetit, ardha në pushtet është e mujshme, duke respektuar kushtetutën, duke respektuar demokracinë e vendit. Nëse shkojnë kësaj rrugë të rrezikshme, po na pamundsojnë pra funksionet në bazë kushtetutës, edhe nuk na lojnë rrugë tjetër përpas që të drejtohemi qytetarëve, sovranit, që të mobilizohemi të gjithë, të mbrojmë kushtetutën e Kosovës, e kem detyrë, e kem obligim. Unë besoj që sovrani e bën këtë, e ka bën çdo etapë të jetës së këtij vendi, kuptohet me veprime që sovrani vetë identifikon, që mund të jenë edhe protesta, edhe veprime tjera dhe përshkallëzime që i vlerëson të nevojshme, por prapë edhe një herë i thrash vetdijes, ndërgjegjës gjithëve, të mos bëhen pjesë e shkeljes kushtetutës, e këtij turpi, njëkohësisht edhe zonjat që janë kandidate për presidente, po edhe deputet e komuniteteve, jo shumicë, edhe gjithë ata që kanë logjikë të ndalen, pra mos vazhdojnë me qenë pjesë e këtij turpi, kushdo që bëhet pjesë e veprimeve që me u shkel kushtetuta e vendit në këtë mënyrë, pra me u qenu rendi kushtetues, i mbulon turpi. Do t'i mbulon turpi për jetë, pra s'ka lidhje kush janë, çka kanë bërë deri në këtë moment, por nëse bëhen pjesë e dhunimit kushtetutës, e kësaj sjellje të tillë të rrezikshme, kuptohet që pasojat do të jenë përjetshme për gjithë ata që bëhen pjesë. Ju faleminderit media. Qëra, përpos Haradinajt edhe Dimal Bashës, do më thonë ma herët që e pam që ke paktu kot në seancën për presidentën, Haradinaj pastaj e pati shumë serioze temën edhe paralendrimin që a thoshte, ndërsa mërzia e kapi për mdoket edhe gazetarët, se çdo 2 orë, çdo 3 orë dashkë me shku në kuvend për me përsërit të njëjtin film që kanë pa para 2 orë, vetë vendosja në sallë, opozita nuk do i kemi abu quorumin, më thonë tepër e thjesht, lojë politike, në fund ju takon opozitës, do më thonë nëse nuk kanë një marrëveshje, mujnë edhe mos me shku. Nuk ka shku as lëvizjave të vendosje ma heret për ati fete Jahjagën për shembull, nuk ka shku në seancë, nuk ka pas marrëveshje politike me partinë e pushtet atëre, edhe ata i bëshin votat jetërka. Tash, çka ka ndodhur? Tash e kanë thirrë LDK në takime, LDK në takime nuk kanë mujt me mbri me një marrëveshje politike, akën nuk e kanë thirrë fare, do më thonë asë jenë marrë me ta, por ta ndjekim pra që pjesën kur unë baru, do më thonë jena seancë edhe gazetarit janë nisën me ironi me rej shupja. Mediat të cilat janë të pranishme me mirë kuptim, i kërkoj që të mos pengojnë zhvillimin e seancës, jeni këtu për të raportuar qytetarët e Republikës së Kosovës, pra për interesin publik, por të mos ndikohen nga diskutimet tona. Pra e po që të pjesën, do më thonë, reagoj pak edhe Albolina Aziu, edhe ajo pak me ironi, në tha gazetarëve që mos me të ngu për punën që kanë të e bo, po të kthejmë pak të tema, do më thonë, kur o tërhëz Glaukun me Fatmira Golsakun, edhe erdhën 2 emrat e ri. Keni fa reagimi pak i habitshëm edhe në opinion, sepse askush nuk e priti, as nuk kanë qenë në bisedime për Feridën dhe Hatizën. Ta ndjekim pak videon. Zëra kryetar, në fjalimin të në thashë të hiqem si kandidat për president, mund të marrë në formë ma kështu politike,
nëse do një marrë në formë juridiko, kushtetuese apo përputhje me rregullimin e kuvendit, unë formalisht për hir të transkriptit të hiqem do të këtë regjistrohet në fjallën marrë formale nga kandidatura për presidentin e Republikës së Kosovës. Mendova që e kuptova, po për një transkriptit, pa tjetër, që edhe unë të hiqem se edhe në fjallën time thash që ne rritë që të jepim mundësi zgjidhjes së problemit, sepse zgjedhjet e zgjidhje pa tjetër që në çdo punë kam qenë e gatshme dhe sonte definitivisht të hiqem nga kandidatura. Okej, çka ke para shumë për me rikujtu, sepse po du me dalë me një temë tjetër, po fillimisht ta ndjekim pjesën ku kuvendi u shpërnda, pasi që nuk arriti me bo quorum, edhe në ora 11 të natës, u mbledhën lëvizjave vendose prap vet, thanë që po presim për opozitën mos po vinë deri në 12 kur veç ishka afati që mbaron afati kushtetues për me zgjedh presidenten. Në të kundërtën automatikisht kuvendi shpërndat edhe vendi shkon në zgjedhje. Ta presim pra momentin, aty kam fol pasaj edhe Herkuran Murati edhe Albin Kurti, po ta ndjekim momentin kur shpërndahet kuvendi. Faleminderit i nderuar kryeministër, po përpiqem mos me mbajt ma shumë se 1 minutë, sepse na çojnë në gjykatë kushtetuese. Me ndispresi nesër veprimin e parë, nëse jo sonte me na dërguar në gjykatë kushtetuese, dashur deputet, shumë nderuar e dashur qytetarë të Republikës Kosovës, media që po e përcjellni këtë seancë, stafi kuvendit të Republikës Kosovës. Kjo seancë shënon fundin e këtij procesi dhe fundin e kësaj legjislature, fatkeqësisht, sipas aktgjykimit të gjykatës kushtetuese, kuvendi konsiderohet i shpërndar dhe zgjedhjet do të shpallen brenda afatit kushtetues. Mirupafshim e natën e mirë. Okej, me njëherë mas kësaj që ka ndodhi Albin Kurti, krejt çuditshëm, do më thonë e merë Feride Rushitin, kandidatën që e propozun lëvizjave vendose për presidente, edhe shkojnë tek pjesa në kuvend, pra ndodhet zyra e presidencës, pra zyra e presidentes së Kosovës, ma herët ka qenë Vjosa Osmani, ka shfrytëzohet edhe prej ushtrueses së detyrës Alipolena Aziut, edhe shkun aty ku mban konferencat e presidentes, tek presidenca, edhe mbajtën një konferencë për media. Kjo ke e çuditshme edhe për gazetarët aty të cilët i pyetën pse e keni zgjedhur këtë vend, edhe Feridia në fakt tha që nuk e di Alindin apo unë këtu, edhe Albini buni me kry tek Alindi, bëhet fjalë për Alind Manxhukën, i cili është zëdhënës i lëvizjeve vendose, është zëdhënës në qeveri, e si duket atë natë murë dhe rolin e zëdhënësit të presidentit, gjë që nuk i takon të, do më thonë, nuk është hapësirë që okupohet prej dikuj që ka qenë kandidate për presidente, e lërë më prej kryeministrit. Pra ishte gjithçka ishte kundër rregullave normale, do më thonë që në një vend normal, por ja që u përballëm edhe me këtë situatë. Për ndryshe ta ndjekim këtë deklaratë të Ferides dhe konferencës së Ferides bashkë me kryeministrin tashmë në detyrë Albin Kurti, pas që kuvendi u shpërnda, edhe theksoni do më thonë me vëmendje dëgjoni pjesën ku Feridia thotë që ka marrë mbështetje prej britanikëve edhe prej amerikanëve. Ambienti pse u zgjedh? Nga ka zgjedh Alindi, për ja tham sinqerisht, unë këto i vi prej shoqërisë civile, nuk kam ende nuk jam pozicion me vendos për ambientet, po e tham me sinqeritet plot, ndërsa partner ndërkombëtar, nëse mund t'i them, janë ambasada angleze, me të cilët unë bashkëpunoj dhe më suportojnë tani sa vite,
këtë propozim ma kanë bërë edhe ma herët, para se me vendos, edhe kom thonë jo, se kom mendu që ka me pas zgjidhje politike me krejt lëvizjet sa e ndorë në parlament. Pastaj sot kam qenë edhe me ambasadorin Amerikanin kontakt, kanë përru për guximin që e kom marrë, unë veç jam gruje guximshme prej Departamentit Shtetit Amerikan, mirë po, fakti që s'kishte korum, natyrisht që edhe mdejt e këj moment, unë dua t'ju them gjithë deputetet që kanë qëndru edhe më kanë votu, faleminderit, jam shumë mirënjohëse, është hera e parë që po e marrë këtë sfidë, faleminderoj edhe kryeministër. Uroj që zgjedhjet të bëjnë një zgjedhje të qëndrueshme. A do të faleminderit. A do të pranoni ta bëjeni pushman? Okej, njëherë një ditë pas kësaj konference, kolegu jonë, gazetari Gjezair Gashi, ka kontaktu me ambasadën e Britanisë së Madhe në Kosovë edhe të njëjtit e kanë mohu që e kanë mbështet Feridën për presidente. Do më thonë kanë thonë që nuk kanë luajtur asnjë rol. E ma vonë dul që edhe ambasada amerikane e mohoi këtë lajm edhe tha që na nuk kemi pas asnjë rol ose mbështetje ose propozim për Feridën. Pra i beke që Feridja në konferencë për media bashkë me kryeministrin Kurti rajten para gazetarëve. Ta ndjekim videon. Partner ndërkombëtar, nëse mund t'i them, janë ambasada angleze, me të cilë unë bashkëpunoj dhe më suportojnë tani sa vite. Këtë propozim ma kanë bërë edhe ma herët, para se me vendos. Për zonin Feridë Derushiti kanë votuar 63 deputet. Mbretëria e Bashkuar nuk ka asnjë rol në propozimin apo mbështetjen e ndonjë kandidati të caktuar në Kosovë dhe nuk e ka bërë një gjë të tillë. Kështu e përgënjeshtron ambasada e Mbretërisë së Bashkuar pretendimin e shpaluar mbrëm nga kryetari i vetëvendosjes Albin Kurti dhe kandidatja vetëvendosjes për presidentit të vendit Feridë Derushiti, se ishte ambasada britanike që e mbështeti kandidaturën e saj për presidentin të vendit. Ambasada e Mbretërisë së Bashkuar në një përgjigje me shkrim për Gazetën Nacionale e mohoi prerë se nuk ka asnjë rol në propozimin a mbështetjes të ndonjë kandidati për president të vendit dhe se nuk e ka bërë një gjë të tillë. Kujtojmë se kandidatja AVV-s, Feridë Derushiti, nga foltorja për media e presidentes së Kosovës dhe në praninë e kryeministrit tash në detyrë Albin Kurti, tha se përkrajen dhe mbështetjen për të marrë postin e parë të shtetit e kishte marrë edhe nga partnerët ndërkombëtar, duke ju referuar në veçanti ambasadës angleze. E për të verifikuar këto pretendime, Gazeta Nacionale kontaktoi ambasadën britanike, e që të njëjtit e mohuan një gjë të tillë. Çka ndodh tash? Do të thonë shpërndahet kuvendi edhe krejt, po çka ndodh pas kësaj edhe për me ditë qytetarët, ta ndjekim videon e përgatitur prej Eriola Cacajt. Na duhet të bisedojmë edhe me opozitën për çështjen e presidentes apo presidentit të ardhshëm. Sipas gjykimit gjykatës kushtetuese, kuvendi konsiderohet i shpërndar dhe zgjedhjet do të shpallen brenda afatit kushtetues. 122 ditë nuk ishin boll që pushteti të pajtohej me të tjerët për një president. Fitoja plebiscitare prej 51.1% pas 4 muajsh i hoqi vetes mandatin 4 vjeçar. Albin Kurti tash është vetëm kryeministër në detyrë. Mund të administroj, por jo të merr vendime si pushtet fuqi plot. Dhe krejt kjo pas dështimit përfundimtar për zgjedhjen e presidentit të ri brenda afatit kushtetues. Me dështimin e procesit në kuvend, aktivizohet pasoja e paraparë me kushtetut dhe e qartësuar edhe nga aktgjykimi i fundit i gjykatës kushtetuese. Kuvendi shpërndahet dhe vendi shkon në zgjedhje të parakohshme brenda 45 ditësh. Pas shpërbërjes së kuvendit, opozita është shprehur optimiste për zgjedhjet e reja, të cilat pritet të mbahen gjatë muajit qershor. Në reagimet e tyre, partitë opozitare kanë kërkuar ushtruesës së detyrës së presidentes Albulena Haxhiu që sa më shpejt të caktojë datën për mbajtjen e zgjedhjeve. Partia Demokratike e Kosovës ka vlerësuar se me përfundimin e afatit kushtetues për zgjedhjen e presidentit është shmangur një ndër shkeljet më të rënda të kushtetutës. Përmes një komunikate për media, kjo parti ka bërë me dije se pushteti aktual bën përgjegjësinë kryesore për krizën e krijuar, si shkaktari i krizave të njëpastnjeshme politike. Pas dështimit të zgjedhjes së presidentit, ka reaguar edhe kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumera Avdigjiko. Në profilin e tij në Facebook, ai ka shkruar se Republika e Kosovës nuk u nënshtrua.
Në aktgjykimin në fundit, gjykata kushtetuese ka vlerësuar se nëse kuvendi dështon ta zgjedhë presidentin, vendi shkon në zgjedhje brenda 45 ditëve. Në bazë të këtij aktgjykimi, në kupton që e diella e fundit brenda këtij afati është 7 qershori. Paka shumë ta shpedini sa ndodh, ndërsa zgjedhjet u zyrtarizune. Ta dëgjojmë datën cilën e tha Albulin Aziu, gjithashtu edhe deklaratat e partive opozitare cilët kanë në takim për diskutime me ushtruesen e detyrës së presidentes zonjën Albulin Aziu. Prej asaj që pam takim me kryetarin e kuvendit dhe me partitë politike, ka një dakordans pothuajse të plot që data e zgjedhjeve të jetë 7 qershori. Edhe ne jemi pajtu, edhe pse nuk kemi pas në një preferencë të posaçme, të dy datat kanë qenë në rregull, mirë po duket që ka pothuajse konsenzus që të jetë data 7 qershor. Vendimet në aleancë merr Këshilli Drejtues, unë jam i propozuar për kandidat për kryeminist dhe për bartës të listës, po duhet me prit vendimin e Këshillit Drejtues, po besoj që ka me ndodhë shumë shpejt. Jemi përgatit me garu vetëm, edhe me i dhonë Kosovës dalje. Për Partinë Demokratike të Kosovës, cilat do nga datat mbrana afateve kushtetuese dhe mbrana vendimit të gjykatës kushtetuese është e pranueshme, qoftë ajo data 31 apo data 31 maj apo 7 qershor, kështu që ne jemi të përgatitur, jemi të gatshëm të shkojmë zgjedhje dhe të respektojmë afatet ligjore dhe kushtetuese. Shumica partive politike të përfaqësuara këtu edhe prezent kanë qenë për datën 7, po sidoqoftë ne do të marrim konsiderat edhe vellimin e punës dhe arsyet që zgjedhjet jenë sa më mirë të përgatitura dhe normal edhe KQZ-ja ka punën e vet, vellimin e vet punës, gjitha përgatitjen e nevojshme dhe prandaj ne jemi fleksibil rreth asaj se a është 31 apo 7. Partia Demokratike e Kosovës do të shkon në zgjedhje Partia Demokratike e Kosovës, lista e Partisë Demokratike të Kosovës, mbrana listës Partisë Demokratike të Kosovës sigurisht se do të ketë edhe risi, edhe emra dhe figura të tjera. Si Lidhje Demokratike e Kosovës, dham opinionin tonë që brenda kornizave ligjore të shpallet data e 7 qershorit si data e zgjedhjeve, me që ishte po ashtu një arsyetim që KQZ-ja ka kërkuar paraprakisht për shkak që i nevojitet më shumë kohë për mobilizim të strukturës së saj për organizimin sa më profesional të zgjedhjeve. Dhe normalisht që ne mirëkuptojmë këtë kërkesë dhe jemi dakord me datën 7 qershor. Ne kemi qenë dëshmitar që mbrëm në mesnat ka pas një fushat ndaj Lidhjes Demokratike të Kosovës me gjas disa eksponent të cilët po udhëheqin propaganda ndaj Lidhjes Demokratike të Kosovës, kanë gjeneruar poster të ndryshëm në gjuhën serbe, kanë dhënë deklarata për dorëheqje brenda Lidhjes Demokratike, deri në këtë moment nuk ka absolutisht, por po vrehet që ka një mobilizim të kundërshtarëve për ta linçuar Lidhjen Demokratike të Kosovës. Pas vlerësimit të afateve kushtetuese, nevojave organizative të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe rëndësisë së pjesëmarrjes sa më të gjerë të qytetarëve në këtë proces, kanë vendosur që zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës të mbahen në 7 qershor. Stafi të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve i uroj punë të mbar e vullnet të hekurt për të mbrojtur vullnetin e qytetarëve, sikurse jam e bindur se edhe kësaj radhe qytetarët do ta thonë fjalën e tyre me dinjitet, me qetësi dhe me pjekuri demokratike. Subjekteve politike uroj sukses në fushat, ndërsa qytetarëve ushtrim të lirë dhe pa presion të drejtës së votës. Uroj që të kemi një fushat korrekte, të përgjegjshme dhe në përputhje me standardet demokratike, siç ka dëshmuar Kosova edhe në proceset e kaluara zgjedhore. Okej, pra zgjedhjet janë me 7 qershor, boni gati, edhe ju që keni njerëz me ardhur prej vendeve evropiane dhe kontinenteve tjera jashtë Kosovës, atëherë rezervoni biletat, sigurisht me ushtrejtu tash biletat. Ta ndjekim tash edhe një video të Flakonit, gazetarit ton,
edhe të shohim flakën Demakut çka po thot edhe një analizë ekonomike se çfarë ndikimi mundet me pas në Kosovë ky ngërçi politik që po ndodh, edhe gjithashtu çka po thot FMN-ja. Viti 2025 ishte ekonomikisht fort i kushtueshëm për Kosovën. Sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar, shkaku kryesor ishte ngërçi politik që rëndoi mbi rritjen ekonomike. Me vetëm 24 ora fat mbetura për të zgjedhur presidentin e ri, Kosova rrezikon një tjetër ngërç me pasoja serioze ekonomike. Pas zgjedhjeve të vitit 2025, Kosova përjetoi 10 muaj të plot paralizë institucionale. Parlamenti dështoi të zgjedhë kryetarin për plot 4 muaj. 2 tentativa për reformimin e qeverisë dështuan dhe për pasojë Kosova e psoi ekonomikisht. Rritja ekonomike ra në 3.6% nga 4.6% që ishte një vit më parë. Buxhetet e familjeve u goditën nga inflacioni i cili kërceu në rreth 6% në fund të vitit 2025 dhe po vazhdon rritjen indikuar kryesisht nga shtrejtimi i produkteve bazë. Deficiti i llogarisë rrjedhëse u zgjerua ndjeshëm në 9.2% të bruto produktit vendor. Fati i ekonomisë qëndron sërish në udhkryq. Jemi në orët e fundit të afatit për zgjedhjen e presidentit. Fondi Monetar Ndërkombëtar në raportin e fundit lëshoi paralajmërim që duhet merret seriozisht. Një tjetër ngërç i zgjatur politik i lidhur me zgjedhjen e presidentit do të rindeste pasigurinë politike dhe do ta pengonte rritjen ekonomike. Projeksionet e kreditorit ndërkombëtar për këmbje janë tërësisht kurzuara nga stabiliteti institucional. Fillimisht FMN projeksionoi rritje që është rritje relativisht pozitive duke pas parasysh krizën që gjetet Kosova prej 3.8% për vitin 2026. Duke supozuar normalizimin politik. Megjithatë, ky projekcion tashmë është rishikuar në rënje në vetëm 3.3%, që do të ishte një ndër performancat më negative të Kosovës në dekada. Por, Fondi Monetar paralajmëron se edhe ky projekcion për rritje kaq të vogël për Kosovën mund të bie edhe më tej në muajt në vijim në rast se ndonjë tjetër ngërçi politik. Okej, jemi kthy tash me Erioli prej terrenit më mduket. Deshta me të pyet, domethënë më herët e shfasa një video çka mbetet tash masi u shpërnda kuvendi e krejt, po për ata që veç na ndjekin, domethënë çdo të dielë dinë që ti punën më të madhe e bën nëpër seanca gjyqësore edhe nëpër gjykata. Apo na tregon çitjave Eriol çka ka pas nëpër gjykata, nëpër seanca gjyqësore. Po që anë të ja jep hapësirë më shumë kuvendit, këtë jo po më arritni për cilë vetëm 3 seanca që më kanë duk ma kërësore, që shi kumë vlerësu edhe one. Dhe thone, para seancë ka qenë të ditës së hënë, ku jemi te Jelena Gjukanovic, që akuzuar për spionazh në Kosovë. Ka qenë punonëse e OSBE-s edhe është arrestu në shkurt të vitit 2025, ndërsa në shtator të vitit 2025 për 6 muaj i është ngrit këtë akuza. E njëjta ka qenë zyrtare e një projektit, programit ndërkombëtar në OSBE dhe ka punu në zyrën rajonale të Mitrovicës. Është arrestu nga Prokuria Speciale për Spionazh, pasi që është akuzu që ka dhënë informacionet sigurisë edhe të politikës së Kosovës tek bija serbe. Saktësisht tek i dënuar i gjithashtu për spionazh te Aleksandar Vlajići. Çfarë informacione u dyshu u akuzuesive? Ajo çfarë ka thonë prokuria, dyshohet se ka jep informacione apo akuzohet të sigurisë dhe të politikës në vendin tonë, disa nga raportet që ju bën nga OSBE-ja për politikën dhe sigurinë e Kosovës. Okej, çdo domethënë ja ka dërguar pastaj agjentëve të bija serbe. Okej, a është dënuar kjo? Po, është dënuar me 6 vjet burg dhe një ndër agjentët të cilët ajo ka pas komunikim të vazhdueshëm është Aleksandar Vlajići. Okej, a kemi video domethënë besoj? Okej, ta ndjekim bashkë çka ka ndodhur në gjykatë. E gjykan. Dënim me burgim kozgjate prej 6 vjetëve. Në praninë e prokurorit special të akuzuarës dhe avokatëve mbrojtës në seancë të hapur dhe publike në emër të popullit shpall këtë gjykim. E akuzuara Jelena Gjukanovic me shënimet si në shkresat e lëndës, shpallet fajtor, për shkak të veprës penale, spionazhi, parashikuar nga neni 124, paragrafi 3, e lidhur me nenin 77 të kodit penal. Gjykata, bazuar në dispozitat e kodit penal dhe të kodit të procedurës penale, e gjykan. Dënim me burgim kozgjate prej 6 vjetëve, i cili dënim do të ekzekutohet në afat prej 15 dite nga dita e plotësishmërisë së këtij gjykimi.
Në dënimin e shqiptuar me burg, I llogaritet edhe koha kaluar në masën e paraburgimit nga data 28/2/2025 e tutje. Ky është të vendimi I gjykatës. Njoftohen palët se lejohet ankesa në afat prej 30 ditësh nga dita kur e pranojnë aktgjykimin me shkrim. Gjykata lidhur me këtë vendim do të nxjerrë aktgjykim me shkrim. Në gjyk të detajuar do t'i paraqes arsyet për secilën pikë të këtij aktgjykimi. Okej, ç'kjo do më thonë ke prej gjykatës sa ndodhë të spionja serbe, që nga dënu me 6 vite burgim, apo? Okej, dënimi u bo që t'javë, a njetë ç'kjo koha që ka nejtë para burgim, po? Po, gjithsesi. Ka qenë I vendim I mirë pritur nga qytetarët e Kosovës si edhe nga krerët e institucioneve, një ndër ta që ka reaguar është edhe Ministri I Punëve të Brendshme Xhelal Sveçra, I cili e ka mirë prit vendimin e gjykatës themelore. Okej, si rrallë herë, do më thonë se ka një herë ka din me thonë ai gjykatë që është I Serbisa. Ku jemi të gjykata ose prokurit e Kopërën, kolegu I tij nga lëvizja vetëvendosje Sali Zyba në këtë javë ka bërë një deklaratë të tillë ku ka thonë që prokuria në kohën kur është ngritur akt akuza për rastin e gazit Lociavs, besoj që je I informuar edhe ti, ka qenë e Kopër. Dërsa mediat kanë qenë të pambikëqyera ose të pakontrolluara në atë kohë. Ka thonë gjykatë para gjyqtarëve. A kemi video? Po. Okej, ta ndjekim edhe qëtë abnormalitet. Prokurori, nësa është emri përveçëm, krye prokurori, kam edhe për krye prokurori me thonë diçka. Nësa I ka vendosë si individ, nëse ka këshill prokuroria, nëse ka instancë masave disciplinore, do të ishte vendim. Ajo është çështje tjetër, ajo nuk Po është me kuptimin e arsyetëm, nëse thuhet një instancë tjetër, pa ndër këshill diçka. Po do, sigurisht edhe nëse mos e kam mjaftuar me thonë refuzuar. Në këtë vendim është procedurë që refuzohet edhe në shumë për krye prokurorit. Shumë të tjetër një evidencë tjetër që në raport me krye prokuror kemi gjëra tjera. Se konsideroj që njëti e ka adresuar personin përkatës dhe vetëmisht njëti ka dhënë refuzimin për mua. Është minimumi që do të ishte. Po tash çështja tjetër që do të na ankimu për këtë krye prokuror për të konsideruar që kurse në atë fjalë të cilësimit, po të arsyet I kam për këtë person. Kështu që unë nuk mund të ndiku çështën procesin, mirë po ankesën e kam për krye prokurorin, të cilën konsideroj që është këndëgjor. Lënda nuk përmban ekspertizë, përveç se përmbledhje raporti, I përmend elementet që do të kishte ekspertiza, legjislacioni I fuqi, përkufizon përmes termit kategorizimin e armës, duke disponuar provat, thojza arma e cilësuar, do të kishte vendin e prodhimit, origjina, forma e shërbimit, posedimit apo transportit deri në vendin tonë, sepse nuk jemi vend prodhues, deklaratat dhe konstatimet e arsyet e disponueshmërisë tonë me ato vite, ekspertiza e pasojave të asaj arme, rastet konkrete, si pasojë kur ka rezultuar si armë deketues. Sepse në emërtim ka vetëm një përkufizim, në sjellës, jo deketues. Dhe në disa foto ka përkufizim me emërtimin NATO. NATO është formacion për jo prodhuesi asaj arme në thojza. Është ekspertizë ose trup profesionale, kam kënaqësinë dhe obligimin që të komunikojmë me ta. Jo me akuza të prokurorisë së kapur në atë kohë, e cilësoj, jo me mediume të pambikëqyera, apo jo profesionale, dhe këtij aktiviteti në kuvend I ka paraprim qëndrimi aktiviteti publik, politik dhe simbolik dhe njëherët duke u bazuar në dokumentat zyrtare shtetërore, një ekspertizë sa përket cilësimit për kufizimit të rolit dhe detyrave të deputetit, apo siç e cilësoi gjyqvendësi. Sa I përket kontestimit të raportit të ekspertit të improvizuara ekskluziv. Ky raport përmban të gjitha elementet të cilat duhet I përmbajnë në raport. Ku ndëgjova me vëmendje kërkesën e Pandeut Sali Zyba, I cili theksoi se në raport duhet cekët realja e këtyre armëve. Raporti përmban këtë informacion parashihet
është i prodhuar nga kompania franceze me emrin Alex 8. Ky raport po ashtu përmban të dhëna për përmbajtjen e këtyre bombolave të gazit, kur ka përcaktuar sakt dhe në detaje agentët këlik që i përmbajnë këto bombola. Ky raport përmban edhe efektet shëndetësore që kanë shpërndarja e këtyre bombolave. Çka pas vëlla ky, kur çka prokuroria, se këta domethënë qëre, i kanë veprojnë mbi standardet e dy fishta, domethënë kur jam vet, prokuroria është e kapt ose ka qenë e kapt ose ai gjyqtari është me Serbinë ose diçka e tillë, domethënë kur u dënun Egzanazemi edhe Alin Mandxuka ke apo? Që u dënun me burgim prej gjykatës, këta dollën e thanë që gjykatësi është njeri i Serbisë, ai njeri domethënë djalë dëshmori, po tani ndrën, apëtin këtë varet kanë e dënën, apëtin. Ka një herë është mirë, ka një herë është kes, kur e dënojnë që të kanë që ju vinë këty në thojnë mirë, që ka ndodhi? Tek rasti i Zybës, prokurori është Valdren Krasniqe, i cili seancën e kalume Zyba ka kërku për jashtimin e tij. Mirë po, me çfarë arsye? Veç ma shumë se nuk ka dosh me po që aty që e po mdoket, edhe pasi që prokurorit, në kohën ku ka ndodhë hedhja gazit Lucians nga Zyba dhe deputetet e tjerë të vetëvendosjes 2018, baba i tij ka punu sekretar i kuvende, do më thonë ka qeni ullën ofër kryetarit të parlamentet. Edhe tashte ajo farloj si pas ti njëftësia ose... Po, mundet me kanë tash me ndiku... Po, edhe psa ajo është dalë në penzion, ka kërku për jashtimin e tij, mirë po që është refuzu nga krye prokurore. Zyba tha që ko me bo dhe ankes për krye prokurore, nuk do i keme pranu atë farloj vendimit që i ka shku edhe gjyqtarja bëjke, oke, avdin të kjo në veç kome ta interpretu që ka ardhë si vendim, unë nuk kom që ka me bo, se prokuria ka marrë vendim. Edhe nuk është këtu veni për me bo laf. Që sa kohë është Zyba dhe më thonë në proces? 2018 është video që jo ndalë që kanë hedhë gazë të tjera. Ta që shtyët kjo ka dalë parashkë? është drejt me thonë se bashkë me Sali Zyben akuzohen edhe Fitore Pacolli, tashmë ministre, dhe Drita Millaku ish deputete. Bashkë me ta ka qenë edhe ministri i punëve të brendshme Xhelal Sveçra, mirë po për shkak të angazhimit me aty, procedura ju ka veçu. Edhe ai tashte, do me thonë, gjykohet me procedurë të veçantë, është vetëm për të njëjtën vepër penale. Po, për të njëjtën vepër penale. Pse ja kanë veçu, do me thonë që ka angazhime. E Fitores, edhe ajo u ministre. U bo ministre, po ju nuk e ka angazhimin sa Sveçra. Ndikimi. Tjetëra kemi pos diçka? Po, ka qenë edhe një seancë në gjykatën e apelit për një vrasje të rënd që ka ndodhur me 7 nëntor të vitit 2024 në Gjilan, ku akuzohen Valmir Saleo dhe Florian Mitav. Valmiri i akuzuare është do me thonë ai që akuzohet për vrasje dhe i njëjti është dënuar nga gjykata themelore e Gjilanit me 25 vite burgim për vrasjen e Sokol Osmanit. Ndërsa i dyti Florian Mitav është ndihmësi apo ai i cili nuk e ka lajmëruar veprën që ka ndodhur as të akuzumin, këtë rast kryerësin e veprës, edhe është dënuar me 8 vite burgim. Polt kanë paraqitur ankesa në apel, ndërsa ditën e ejke vetëm janë paraqitur para kolegjit të apelit. Do më thonë pas ka pas koza shumë seanca, kështu 3, po të rëndësishme, do më thonë kur të këshyrum kështu, do të me cek, kur po folim, do më thonë, pëse këtyne të vëvës ka nëherë ju pengon për vete, ose nuk ju pengon për të tjeret, e kemi pas edhe na imbardisin deputetin duke thonë që i kanë bo shkeljet e privatësisë pëse ja kanë marrë në SMS ku ai tregojke që po votojnë karate në seancën për president. Por këto janë standardet, domethënë janë të dy feshta, kanë herë varet qysh i intereson një subjekti politik. Për ndryshe ta ndjekim na videon e Erioles në gjykatën e apelit për rastin që e tha, që ka ndodhur në Gjilan në vitin 2024, apo? Edhe pastaj kthehemi bashkë me storet e tjera. Edhe nuk i të skumbas shumë në mytë asë njërë. Në nejtë mal 5 dit. I ndjeri është privuar nga jeta vetëm mendit të shton nga revolja
Në gjykatën e apelit të njëjtën është mbajtur seanca ndaj Valmir Saliu dhe Florian Mitev, pasi që ishin dënuar nga gjykata themelore në Gjilan për vrasjen e Sokol Osmanit. Ngjarja kishte ndodhur më 7 nëntor të vitit 2024, ku dy të akuzuarit sipas prokurisë me dashje e në shenjë hakmarrje për shkak të një konflikti fizik paraprak, kishin privuar nga jeta tashmë të ndjerin Sokol Osmanin. I akuzuari Saliu ishte dënuar me burgim në kozgjatje për 25 viteve, ndërsa i akuzuari i dytë me 8 vite burgim. Në seancën e apelit, palët shpalosën ankesat në lidhje me vendimin e shkallës së parë. I ndjeri që është privu nga jeta, këtina nuk i kujtohet se a e ka vrej, a e ka godit, apo a ka qenë pjesëmarrës i asaj raje. Lidhje me këtë çështje është përpilu në shënim zyrtar nga ana e policisë. Shënimi zyrtar do t'ja prezantoj më vonë si propër me po, mirë po, ka rezultuar që ata nuk kanë marrë kurrë veprime hetimore për të vërtetuar se çka ka ndodhur lidhur me incidentin. Asnjë provë nuk e fakton që Valmir Saliu ka pas raporte të zhvilluara me të ndjerin që është privuar nga jeta. Do raportet të nuk kanë pas. Ky e ka takuar atë disa herë në qytet. Po ta kishte qëllimin për me privu nga jeta atë mundësia ka qenë shumë e mundshme dhe nuk ka pas nevojë me e shtyje këtë çështje Nikolaj Jazarević të gjatë. Por është fjala për shkeljen e kodit penal. Për shkeljen e kodit penal, çështja kruciale këtu i lidh ngarkesë hakmarrja e paskupullit. Çdo vrasje e ka një motiv. Dhe vrasja ka një motiv. Ama këtu paskupullsi nuk ka. Pse nuk ka paskupullsi? I ndjeri është privuar nga jeta vetëm mendit të shton nga revolja në kumbilikun e shpinës. Do të thotë nuk kemi paskupullsi. Paskupullsia është diçka krejtësisht tjetër dhe këtu nuk manifestohet kurrë paskupullsie ndaj të ndjerit dhe veprimet të akuzuarit të Valmirit. Është vërtet shumë pas probleme zanjar. Kjo si shkak pasojë e konfliktit me Fanol Mehmetin dhe Xherdet Ledivën. Nuk është si pasojë, shumë akuzojnë ta mu ke mbyll njërin për një grësh mas 2-3 vite, pretendojnë një dëshmitar që kanë manipuluar ngjarjen, pretendojnë që ma kanë shumë një grësh ta mas 3 vite, 2, mas një kohë shumë vogël më atë mirë kur të ndjerit, mas nuk është i ndjerit mesin tonë, pretendojnë ja gjyqtarën, atyre nuk është vërtet, nuk më pas kur fa qëllim hakmarrës diçka, e më taku mas që më pas probleme Fanolin edhe Xherdet Ledivën, edhe aty për flikës e musulmonë tjerin se nuk ka këtë një shumë keqe aty shidhën kamera, edhe e nuk i du të s'ku pas qëllim në lytë asnjëherë. Mundimi jo se është se nuk ekziston elementi të vetës penale për të cilën i panderoj Florian Mitev në shpata i kodë të nërë në gjithë me dënem. Me po ne me propozën gjykatës që të bëhat e risipsimi i vetës penale dhe të ndryshohet arzikimi penale dhe njëri të shpallët sektor për vetën penale është lajmërimi i vetë penale. Kom e shtu se mu e vazhdimësi pretendojnë që i kom ndihmu me ushqim, e kom shif Valmirin, është e vërtet njëherë që jenë të largu për vendin ngjarjes, se në nërë kena blej ushqim dhe cigare. Dhe nuk kena dollë më për mali. Kena nejt mal 5 dit dhe kena vendosë të policia më ndërzu. Edhe me e kumpone, kresnime, shka i ka pas Valmiri, i kumpo në telefon, në sytme, i Fanolit, Afrimit, edhe Xherdet. Okej, sto kënë prej Eriolës, çka ka pa në për seancat gjyqësore, tash me radhë e kemi gazetarin Burim Pacolli, e kemi përzidh një prej video që ke shembja një muri në rrugën Prishtinë Gjakov. Domethënë një muri që rrezikoi ke
pasi që ishte i shembun, rrezikoj ke edhe pjesëmarrësit në trafik. Burimi ka shkuar, ka bo story dhe me sa kemi pa, ka ra në kontakt me zëvendës ministrin Zef Morina, zëvendës ministrin në Ministrinë e Infrastrukturës, pasi që Dimal Basha vetë se u humbë, do më thonë nuk ju lajmëroj kemo burimit. Ta ndjekim fillimisht video, në pastaj e kemi edhe në safir këtu burimin. Ma fort! Am lënë era, se lezat po do këtë kështu kur pe thënë, po të kallëzoj. Shkroj u lumë, qysh ma mirë ma, se shumë jemi konë të rezikun. Oshtë edhe suksesi yti. Opa, ro. Apo ju kujtohet storja në Voljak herën e fundit që e bona. Në fakt hera e dytë ishte herën e kalume, sot është hera e tretë, muri në Shambje. Do me thonë që 2 vite një muri ka qenë buz rënimit aty duke rreziku jetën e kalimtarve dhe të veturave edhe të shoferve të veturave që kalojnë aty, që këshyre një pomjet. Ej, opa, veç edhe 1 centimetër ma poshtë me shku, është rrezik me usham krejt. Këshyre një tash kur e kom thirë zëvendës ministrin Zef Morina, edhe kur e kom pyet kur ka me u intervenu aty, so ma shpejt, me të rajtu me emergjencë këshyre një qam ka thonë. Sa ko, zoti zëvendës minister? Jo, brenda javës eventualisht 2 javë do të me intervenu me qatë pjesë pako me siguru. Në erdhëm edhe jemi tepër të lumtur që e ka mojt fjallën edhe këto është të punu me usanu probleme, do me thonë. Absolutisht fantastike. Që së në thejka. Ko gjaj fort ko ka konë. Ja muronën bagerit. Hej, këto gjona që i bëjnë terenone, që dalë, raportoj moj për gjithë institucionet, kishin me qenë pa mundëra, mos me qenë posta izi, posta ma serioze në vend, do me dhonë super shpejtësin dërgesa, super profesionist në raport me shërbimin ndaj klientit, posta izi është posta numër 1 në Kosovë, e po ashtu Delta Group, shoutout Delta Groupit, rjeti i pombave me 21 pika në krejt Kosovën, top kualitet derivatet. Qish pjo do këtë, asoj një konë të rëzikun këto ma herët? Asoj një konë shumë bas ma herët, dhe shumë mirë koni të opënu, që shkroj u lumë, qysh ma mirë ma, se shumë jemi konë të rëzikun. Mirë, shumë mirë ka bëhet. Mirë po bëhet, mirë. Oshtë edhe suksesi yti, që përmes mjetë informimit, kur t'vjen e herë në restoran Blinit, ta qesëm një kafe me pija tjetë. Faleminderit shumë, kalofë që sa ma mirë, tëng. Ma fort! Për 2 vite, qytetarët që kanë kalu kënej shofert, vozitësit, veturat, jam për bol me këtë rrezik, do me thonë, muri ka qenë gjysëm i shembur, 2 vitet e fundit, ma në fund po intervenohet këto me usanu probleme. Shoutout Zef Morinës, zëvendës ministrit i cili na tha se javën tjetër kena me intervenu edhe erdhëm javën tjetër, në fillim të javës tonën erdhëm, edhe i gjetëm të punu këto. Am lënë ere, se lezat po do këtë kështu kur pe thënë, po të kallëzoj. Qëre drill, unë jam të e bu. U knat, që të përtoj ka mëre që penetroj ka? Hekri i mjetit. Opa, ro. Jo mëre të po u knat që? Që ka shpej me e njerës mos arrëni, unë jëmë bërim pacole, siguroni një follow me ma bo, edhe like që të video nëse ju pëlqen.
Okej, tash e kemi këtu edhe burim, apo na tregon pak për zëvendës ministrin, ma në fund e zjetë, po më do një derë. E stabilizum një varure komunikuse, kështu e gjatëm dyqysh, për mes zafëmërinës, zëvendës minister në Ministrinë e Infrastrukturës. E ke përshëndet edhe në Facebook, do më thonë, gjithsesi. E ke respektu, qatë shumë po më do këtë që ke hekë. Qëre, problemin më të madhën e kom kur s'përgjigjen heq. Po. Kur s'marë përgjigje dhe më do këtë një farë neglijense ndaj interesave të qytetarve. Po, se tani që ato ankesa ti s'kia s'kom ku ja adresej dhe s'kom kënemoj për fjale për kur gjë. Po, në thjesht që ka mëj me bosht, me shku prap, me gjiru, prap me provu, me kontaktu me ministrim, prap mos mu lajmëru, po, ma e keqja është që nuk i kthejshin as e-mailat. Paktën, se për një men WhatsApp është pak, okej, nëse dën me set qasitoni pak ma zyrtar, po, okej, shkrueme me e-maila, mirë po, as e-mailat kur nuk po i kthejnë, po bëhet shumë problematike. Okej. Se s'po ki mas nej ku me umbaj. Po, e Zefi është përgjiz në telefon, a? Zefi është përgjiz në telefon, po, e sigurova numrin, ke shumë i qasshëm, edhe kur shkova me fol mas nej, ishte kjo storja, cilën e tregut që dashti? Që kjo ke shambja e murit, po. Ma dha premtimin, tha, brenda javës fillon puna. Do me thoi një bike java tjetër, unë e kontaktova me të tenjtën, brenda javës i bike, si me thonë, për javën tjetër, tha. Edhe shkova unë të hanën aty, edhe fatmirësisht i gjeta të punu, do me thonë, ajo është knatësia ma e madhe, do me thonë për mu. A besove kështu kur tha për një javë? Se zakonisht ti përballës sa ne me cita, si ta thoj një datë? Jo, për shkak se unë menoj që paka shumë institucionet e din tash të qysh funksionojnë ana dhe e din që në qatë datë gjithë qysh ko me shkuane. Po, 100% mirë po s'kesh shumë i gatshëm për shkak se unë e mora një sinjal paraprakisht prej një qytetari i cili ka kalua ne edhe na tha qëre ura është duke u punu kënej. Po, edhe tani unë e shkova aty edhe i gjeta të punu aty shumë shpejt ko mu materializuaj a i muri, ko mu vendosi ri. A po të nëjë përvuj tjetër me Zefin? Po, folëm edhe për qështjen e shambjes, do me thonë që ajo është mere ma i madhe aktualisht. Po, shambja dhejot në autostradën Prishtin-Tiran. Po, Prizren, po. Kjo pjesa suari. Do me thonë 2-3 vena, është bloku njëra kërsi e rrugës krejtësisht për shambjes 10 bile. Qatë shumë ka nejt dhejo aty, sa që ka fillu me u rrit bari aty. Një pëmi ishtë dollë me një vend tjetër. Aty do më thonë tepër shpejt vis dalin këtu sinjalet në rrugë, do më thonë që të regojnë... Jashtë zakonisht është rrezik. 3 persona e kanë vdek në vitin e fundit. Për një me është tepër problematike, po edhe zëvendës ministri tha që është anomalike pak për shkak se nuk është qaq pjerë thazi për me u shem dhejo aty. Një me nuk është kodër aty. Po, qashtë është, se nuk duket... Po, nuk është kejtë rafsh, po është veç pak, nuk tha mërmenja që mundet me pos shembje dhejo aty. Zëvendës ministri u anku që kur është bu, nuk është bu që ishtë duhet, po si do qoftë ashtë është përgjithësi e ministrisë aktuale, edhe na tha që brenda unë insistova me marrë një datë kur, ose një periudhë kohore brenda cilës mujnë me reagu ata edhe me vendosë qoftë murin brejt, qoftë qëfar do lloj strukture që parandalën shambjen. Na tha që deri në fund qershori, gjatë mujit qershor do me thonë, ka me u bo një zgjidhje aty. Unë me nëzi po pres, do me thonë, sot është një maje, me nëzi po pres deri në qershor, ka me si qershor. I shko zgjidhje për qytetarët, Definitivisht. Sepse është rrugë që ka zangarkes, do me thonë, kush do si shkon për Shqipni, i bjenë që sa autostrada. Gjatë vitit gjithë shko me të ra 2-3 herë me kaluani. Normalisht. A kemi video për isisoj? Po, gjithë se mujna me shfaq. Okej, për cilën bashkë. So bazot, qëto me qenë në rrugë, do me thonë. Të loj bim që ja pas ka njës veç me u rrit. Eshte zëvendës ministrit ashte, zyra ati. Aty gjendja është qa që keqe, sa që ka fillu me u rrit bari aty. Sa ko ju merë aty në më përgatit? Me së mledh për data se... 3 persona, kohëve të fundit po foli, që e di une e kanë humb jetën në autostradën Prishtin, Prizren, Sherri i këtyre shambjeve. Qatë gjatë është ky problem këtë autostradë me mirë mbajtje, sa që ka fillu me dal bari me u rrit këto, kjo të regon sa më të është kështo. Kështore ne, për gjatë krejtë rrugës,
shkon të u bo dhe ma keq, do me thonë, që kjo është hera e dytë që po vijon Qëre një situatën, unë supozohet që të me qenë rrugë, do me thonë, këto është rruga, qëre so ka shku kënej. Kjo zonë është harru krejtësisht, është lanë anash prej mirëmbajtjes, pavarësisht se është rrugë me super frekuentim. Që ta është i kena me gjirua dhe në vene tjera se nuk është këj lokacioni i vetëm për gjatë kësoj autostrade, ku ka shembje, ndërko, hej, që to operimet e mi janë teren mos harrëni. Mos t'i shkon Delta Group, rjeti i pompave me 21 pika në kejtë Kosovën, top kualitet derivatet edhe posta izi, super customer service edhe super shpejtësi ndërgesa, kishin me qenë të pa mundura, kështu që to dyja i mundsojnë krejt që to storjet e mi janë teren. Qëre që to Albion? Do me thonë këto loj bimshja pas ka njës veç me urrit. Pas ka qenë rrezik me blokua dhe këtë kërsin tjetër. Se njonën veç e ka bloku, do me thonë që kjo e rosti ma i keq. Në krejt autostradën, shambja me seriositetin, ma erona është që kjo definitivisht, për shkak se e ka bloku komplet. Kërsin, tepër e rrezikshme. Eshte zëvendës ministrit ashte, zyra ati. Okej, që që paralajmërova, jemi me zëvendës ministrin zotin Zef Marina. Zotin Zef Marina, faleminderit që pranove mu intervistu që shto. Spontanisht do me thonë. Një çështje që doshta me diskutu me ty ka të bëj me shembjen e dheut për gjatë autostradës, do me thonë Prishtinë-Prizren. Aty gjendja është qa që keqe sa që ka fillu me urrit bari aty, në për ato shembjet e dheut edhe për ki përshtypjen që sa herë po kalon anej, shembjet po shkojnë të ardhë, të e zonë edhe kitë kërsin tjetër e cila është e lirume, se njona kërsi është vazhdimisht e blokume. A ndjeni po besoj jeni, veç cili është plani ju për intervenim aty dhe a ka një farë plani dinamik, ose a keni mendu një zgjidhje me bote? Po, sa di unë është kompania kontraktume, e cila bën mirëmbajtje në asaj pjese, ku përfshihet edhe sigurimi i që aty nuk e ka mirëmbajt asnjëherë. Është në tash, domethënë, tash do të punon. Unë shpresoj që shumë shpejt do të bëhet një zgjidhje, se me të vërtetë është një situatë e cila që nga fillimi është lënë jo mirë, por nuk ka besuar askush që në këtë pjertësi, domethënë, edhe me ardhë deri te rishitja edhe në këtë formë. Por si duket edhe kur është ndërtu në atë kohë nuk janë bërë shqyrtimet adekuate të terrenit. Ne jemi të interesuar dhe besoj se shumë shpejt do ta rregullojmë atë pjesë. Edhe pse Qysh do ta rregulloni me sigurisht ose me gambiona ose me mura ose një zgjidhje do ta bëjmë patjetër. Kur keni me bëu zgjidhje? Po tash ne kemi kontraktuar një kompani e cila është duke përgatitur një zgjidhje dhe pastaj do të shiqojmë me punu. Çfarë e keni kontraktuar atë kompani? Po kemi bisedu para, nëse nuk gaboj, mujnë që shkoj. Edhe tash derisa të përgatiten ata sigurisht është një procedurë. Sa kohë ju merr aty në më përgatitur? Mëse mbledh për data por shumë shpejt, unë shpresoj që brenda muajit ose gjatë kësaj vere duhet patjetër me u rregulluar. Deri në qershor nashta gjatë qershorit. Besoj po. Zoti Zaf Marina, të falenderoj shumë që na qelën një derë komunikimi, do me thonë se po. Keni derën qel në ministri të ku doni, edhe te ministrit të ne. Te ministri s'pe kem shumë s'na ka ra, po. Shumë angazhime. Shumë angazhime më ka marrë mend, ja. Të falenderoj ty shumë, po besoj që kemë vazhdu me qenë që ka transparente i qasshëm për neve. Patjetër. Që ka shprej me njerëz, ishte Zef Marina, zëvendës ministër i Ministrisë së Infrastrukturës. Unë jam Burim Pacolli, mos harroni, me që ta mërëm gjenin këtë platformat, siguroni një follow me ma bo. Okej, qëtu kënë story do më thonë që i ka përgatit Burim Pacolli, normalisht është njani prej gazetarëve i cili merret konstant me problemet e qytetarëve, problemet e infrastrukturës, edhe ato që rrezikojnë jetën e qytetarëve. Tash po kthehemi tek një video që e kam postu unë gjatë kësaj jave. Bëhet fjalë për Fatban Bunjakun, i cili është emëruar zëvendës ministër, ka qenë njëherë këshilltar në mos gabofsha tek Xhelal Sfejsla,
tash ka dalë si zëvendës ministër tek Mimoza Kusari Lila në Mint. Fatban Bunjaku që ka bo është diçka e pak precedent. Do më thonë, Fatban Bunjaku ka kërku qasje të avancuar në sistemin e bizneseve në ARBK. ARBK është Agencia për Regjistrimin e Bizneseve të Kosovës. Pra nëse regjistron një biznes, ti kemi shku në ARBK, kemi dorëzu dokumente, kemi dorëzu gjithë çka të lypin ata, edhe normalisht këto dokumente janë konfidenciale. Pra qasje në ose për me ndryshu diçka, ose me pas s'fodish me thonë, një qasje për me ndru për shembull ortakrin. Pra ish që kjo ushtrusja detyrës, kryeshefës, që është atë, u pat intervistu prej policisë si dyshumë që i kanë ndru diçka ortakrin, emrat e ortakve, përqindjes, do më thonë që kanë pas disa ortak në një biznes. Po e marrë si shembull, tash Fatban Bunjaku, kur ka shku në Ministrinë e Tregtisë, pra në Mint, e ka bo një kërkesë të pa precedent. Kërkesa ka qenë që me pas qasje të avancuar në sistemin e bizneseve në ARBK. Pra, ARBK është Agencia për Regjistrimin e Bizneseve të Kosovës, kushdo që regjistron një biznes shkon aty, jeni 3 ortak, doni me ndru një ortak, doni me ndru një përqindje, tash Fatbani, zëvendës ministri, do më thonë, ka qasje që tu, ka qasje me t'i pa dokumentet, ka qasje me t'i pa krejt që ka ki dorëzuti në ARBK, që është e pa precedent, është abnormale, do më thonë edhe mundet normalisht është qetësim për bizneset, po normalisht është cenimi privatësisë, edhe mundet me përbë dhe mundet me pas elemente të veprës penale. Disini fillimisht storin se çka ka thonë ushtrusja detyrës së kryeshefës së ARBK-s, e cila ma ka konfirmu që kjo kërkesë veç ka ardhur prej Fatban Bunjakut, edhe të shohim se çka ka thonë kryeshefja. Pastaj kthehemi këtu e kemi gazetarin, mysafir gazetarin ton, Besian Beni, i cili ka me folë për zhvillimet e fundit rreth gjykatës speciale. Zhvillime mjaft interesante, kështu që na pritni. Fatban Bunjaku, mbështetës i lëvizjes vetëvendosje, është emëru zëvendës ministër i parë në Ministrinë e Tregtisë, mintin pra që udhëhiqet nga ministra Mimoza Kusari Lila. Me njëherë pas emërimit të tij, sipas burimeve tona, Bunjaku ka kërkuar që të ketë qasje të avancuar në sistemin e ARBK-s, pra agjencisë ku bëhen regjistrimet e bizneseve në Kosovë edhe kryen shërbime të tjera këto biznese aty, pra është agjenci shtetërore. Kjo kërkesë, nëse aprovohet, do të ishte shqetësim për të gjithë ata që merren me biznes ose që kryen shërbime në ARBK. E gjithashtu mund të ketë edhe elemente të veprës penale ose cenimit të privatësisë, duke marrë parasysh se me qasje të avancuar i bie që zëvendës ministri të ketë qasje në kërkesat e juaja në ARBK, komunikimet e juaja në ARBK, në dokumentet që ju dorëzoni kur hapni ndonjë biznes, por edhe letërnjoftimin e dokumentet e tjera që i dërgoni të dhënat e tjera. Pra, sipas burimeve tona, qasjet e tillë nuk i është ofruar asnjëherë stafit politik, pasi që këtë qasje kanë pasur vetëm departamenti i IT-s në ARBK. Për ta konfirmuar këtë informacion, unë kam kontaktuar edhe drejtoreshin e ARBK-s, Iqbal Erezjen, e cila rastisi që ishte në takim tek zëvendës ministri. E njëjta na tha se janë në bisedime për këtë çështje. Nderuar jam Aleksandër Maku prej Gazetës Nacionale, apo të pengoj diçka shumë shpejt? Takimi që të zëvendës ministri veç dola, se që shpotir, urna. Okej, zëvendës ministri për që çështje pak thira, do më thonë për çështjen e Fatban Bunjakut, më thanë që ka kërku qasje të avancume prej ARBK-s në sistemin e bizneseve. Ai është ofruar ende kjo qasje? Qysh? Zëvendës ministri i parë, Fatban Bunjaku. Sa ty, a? Jo, sipas informacioneve tona, zëvendës ministri tashmë ka kërku qasje të avancume në sistemin e ARBK-s. E deshta me konfirmu për ju. Në biseda jemi. Okej, faleminderit shumë. A është bo kjo kërkesë sot? Në biseda jemi, falë, lutem. Okej. Se di qa kush po thirë, falë. Shumë shkurt, stafi politika kanë qasjet e tilla? Lutem, i drejton pyetjet në zyrën për informim. Faleminderit shumë. Tung. Gazeta Nacionale do t'ju mbajë të informuar për çdo zhvillim të ri lidhur me këtë rast. Okej, e pat storin do më thonë për Fatban Bunjaku në Mint, jemi kthy tash me gazetarin Besian Bea, Besian, cilat kanë zhvillimet prej gjykatës speciale. Jenë një ndër gazetar që e ka përcjell konstant gjykatën speciale dhe zhvillimet atje, çka kemi të reja prej atje, pat disa zhvillime. Po, e pora këto ka interesant, shtë mullë që to, Po, se gjithë të ordën atje. Kena me bu me rend tash. Po.
E para, normalisht është një punë që ka bu avokati i popullit, e ka aranxhu një organizatë ndërkombëtare, është një komitet i avokatëve për Anglia dhe Wales, domethënë një ekspert britanik, që e kanë hartu një raport rreth 100 faqe për gjykatën speciale. E kanë monitoru si proces, kanë komuniku me ekipet, kanë bu analizë të dokumentacionit, edhe kanë ardhur në përfundim lidhur me disa gjetje, me disa shkelje në raport me procesin gjyqësor të krerëve të UÇK-s, që mos me hi shumë në detaje normalisht, unë isha ndalë të disa pika kryesore që i kanë nxjerrë raporti. E para që flet është për jurisdiksionin e gjykatës speciale, konstatohet për ekspertëve britanik që gjykata speciale e themeluar për me i hetu akuzat e dikmartit, ka deviju prej jurisdiksionit të saj dhe ka përfundu në akuzat të tjera për vepra penale si krimet luftës edhe krime kundër njerëzimit, por megjithatë nuk përmbajnë akuzat mbi të cilat është themeluar dhe është ideu si gjykatën fillim. Domethënë përmes Saru, kjo edhe kur ka ardhur në kuvend në atë kohë, hala folet domethënë që është votu për akuzat e dikmartit. Për trafikim organesh, shtëpia e verë, domethënë edhe pat pas vullnet edhe prej politikanëve në atë kohë që kanë thonë po e votojna sepse kena me dëshmu që s'kena pas të bëj me trafikim organesh. Apo i bjen tash që kjo që domethënë këta kanë deviju komplet prej asajna që është votu në fillim. Domethënë drejtë rënë në senet vogla, në detaje. Nëse merr analizon ligjin, e sheh që aty është një presje, thot akuzat e dikmartit dhe krime të tjera, edhe është pikë. Domethënë që të tjera tash bashkësia ndërkombëtare, gjyqtarët, prokuror janë kopë që aty edhe kanë vazhdu me hetimet. Domethënë që kjo presja dhe që kjo fjala të tjera që e thashone, domethënë që aty është bu dallime dhe këta kanë vazhdu me i hetu akuzat e tjera, sepse akuzat për dikmartin janë rrëzu prej Clint Williamsonit, që ka qenë prokurori ose udhëheqësi i hetimeve i pari për gjykatën speciale. Domethënë ajo dol në konferencë për media dhe ka thonë nuk kena mujt me gjetë prova që janë kry trafikime të organeve, mirë, po kena gjetë prova për krime të tjera. Provat për krime të tjera nuk kanë pas nevojë me u gjetë, sa ato janë ditë, domethënë janë grumbullu pejon mikut e pejo lejtësit e tretë, tribunalit Hagës e mekanizmave që kanë qenë në fuqi në Kosovë. Domethënë ajo nuk është që ka pas me zbulu diçka përtej asaj, po çka është e rëndësishme në atë kohë është vërtetu që nuk ka akuzë, dhe gjykata speciale më pas ka vazhdu me pjesën tjetër. Edhe që kjo është pika e parë që kanë evidentuar ekspertat britanik. E dyta që gjithashtu është shumë e rëndësishme ka të bëjë me paraburgimin. Ekspertat britanik vlerësojnë që përkundër përvojës së tyre ka pak raste që paraburgimi zgjatet ka shumë 6 vjet pas një mundësi të lirimit dhe mbrojtjes liria rreth shtëpiak ose mosave të tjera. Edhe vlerësojnë që ka dilema për cënim të drejtave të njeriut, marrë për bazë edhe përgjimet që janë bu në qendrën e paraburgimit, faktin që nuk ju janë leju krerëve të UÇK-s me ardhë për vizita në rastet të ceremonive martore kur ju kanë ndek anëtar të ngushtë familjes, edhe që nuk janë marrë parasysh garancitë e vendeve të treta. Për hashim thaqen janë 3 shtete, domethënë përveç Kosovës edhe Shqipënisë, që kanë dhënë garanci në vendet e ndryshme të Evropës që na e zbatojnë arrestin shtëpiak, vetëm ju lirone prej paraburgimit edhe nuk janë marrë parasysh. Domethënë edhe kjo është një shkelje e dytë shumë e rëndësishme. E treta, domethënë këto i bjen që këta ekspertë janë hinë detaje edhe i kanë analizuar edhe i kanë marrë të gjitha dokumentacionet prej fillimit, ka të bëjmë me faktin që kryetaria e gjykatës speciale i emëron edhe i largon gjyqtar prej paneleve. Edhe në rastet kur dikush prej mbrojtjes për shembull kërkon edhe përjashtimin e panelit ku është vetë kryetaria e gjykatës, ajo i bjen me vendos për veti. Edhe njeriu normal që nuk mund të kenë objektiv për çështjen e vet, se kërkush thotë unë pe hjeki vetën për një paneli. Kjo është problemi. Çështja kryesore në fakt është që gjykata speciale e ka shkollën e parë, e ka apelin, e ka supremën, e ka gjykatën kushtetuese, e ka avokatin e popullit të krejtë, plus prokuroria janë me një barë. Domethënë asnjë vendim jashtë asaj hapësire një 30-40 ore që janë shtunë hall. Ka një farë zinxhiri domethënë që nuk mundem me vendos kundër një ana tjetër. Sepse në Kosovë, për shembull, pavarësisht shumë kritikave që na i kena për sistemin juridik, në Kosovë ka raste që dënohesh në shkollën e parë, apeli ta kthen ose gjykata supreme shkollë pafajshëm krejt. Domethënë, nëse e merr reshet ti, nuk ka pas një ndryshim radikal të shkollëve në vendimet që i kanë marrë. Kur ta ka rrezu paraburgimin shkolla e parë, ato e parë, e dyta, e treta, e katërta veç janë shkuar në linjë me vendimin e parë. Ose për çështjen e avokatit popullit për shembull, avokati
avokati i popullit është i thirrur me mbrojtje drejtat e njerëzit, të drejtat e të akuzuarve në këtë rast. Në rastin e krerëve të UÇK-s janë mbi 40 ankesa që avokati i popullit kanë thonë se janë shkel të drejtat e njerëzit. Domethënë tash ja jemi mbrojt gjykatën ose Domethënë po flet për avokatën e popullit të gjykatës speciale, po se edhe ato e kanë vetën. Domethënë komplet këta funksionojnë me një ambient që është edhe nuk lejohet me pas ndërhyrje pe jashtë. Mas kësajna besian që ndodhi, domethënë pa një reagim në Kosovë ose institucionet apo paralajmëruan diçka. Është ajo fjalia më mirë vonë se kur, po në këtë rast mendoj që më mirë kanë hiç mos më e bu se sa më e bu që tash. Efekti juridik edhe politik është goxha i dopt. Domethënë na jena në fazën e fundit që tash gjyqtarët janë tërhequr për me zhvillu diskutimet për vendimin përfundimtar, edhe nuk e di se çysh kjo ka me u përdorur. Nëse ky raport edhe organizata tjera kishin hartuar raporte të ngjashme para 2 vjetë, para 3 vjetë, unë besoj që kish mujt me ndiku shumë ma shumë në një presion të mundshëm. Domethënë, ish dosht këto raporte me marrë me auqu ambasadorëve, shteteve që financojnë gjykatën speciale, edhe më thonë që kjo është mënyra e funksionimit të gjykatës speciale, nuk e kena bën na qëtë raport. E kanë bëjt ekspertat e huj që të edhe miliona më dhonë, a i nuk planën me qitë emrin e vetë me një dokument ku ka të pavërteta se janë njëllos atë kredibilitetin e vetës. Ose me diçka, normalisht. Absolutisht. Më dhonë që tojnë gjetjet e tyne, nëse ju pajtoheni që si vene që thirreni për zbatim të ligjit edhe i mbani njerëzit me paraburgim që është elementi kryesor me konventin e drejtat njerëzit, atëherë vazhdoni. Ose ministri belg për shembull që ke në Kosovë, nuk kish haber çka është gjykata speciale, a shteti i tij, domethënë që kemë takim me Dlaukun para disa ditëve, Belgjika është shteti vetëm që ka marrëveshje me gjykatën speciale që të dënuarit me vendim të formës të prejmë në gjykatë speciale munden me shumë me vujt dënimi në Belgjikë. Edhe ai nuk është lidhje domethënë me çka është gjykata speciale absolutisht. Edhe ku është domethënë kjo hipokrizia, Belgjika lyp më na pru neve persona të dënuam se s'po t'jena vend në burgje, a ne bën marrëveshje me gjykatën speciale që të dënuam e gjykatën speciale me morati. Është një farë çdo hallakome. Edhe veç kushdo që e ka përcjell veç nashta jo me shumë vëmendje, por veç pjesërisht e vren se çka ka ndodhur, ose të provat e Serbisë për shembull, këta ekspertat e kanë përmend specifikisht që nuk munden me u marrë dhe me u trajtu pa një verifikim në detaje provat e dikujt që ka qenë palë në luftë, me u përdorur kundër personave, domethënë që Serbia ka interes me i dënu. Edhe krejt në fund ata rekomandojnë me bu një mekanizëm mbikëqyrës. Kështu po tash pasi që është fundi i procesit jam skeptik që mundet me pas ndaj lëvizje. Okej, një pyetje kërrit përfund ndoshta pak edhe jashtë kësajna çka folëm deri më tash. Qa me ndonë ti që ka më konë, do më thonë, përfundimi i krejtë saj? Unë për natyres jam pesimist, edhe nashta për shkak të mënyrës që shë kom përcjell procesin krejt, është pak e çuditshme që 99% vendimeve me qenë favor të prokurorisë, do më thonë pjesën më madhe të ankesave të mbrojtjes as që e morë parasysh, kur për 6 vjetë buhen me qindre mira parashtrime, ankesa e kërkesa, edhe gjyqtarët nuk ta pranojnë asnjë, është kete natyrshme me besu që nuk mundet me pas një farë përfundimi pozitiv. Nuk po du me paraqyku, po sepse edhe në atë rast normalisht ka viktima që presin drejtësi absolutisht kërkush nuk i mohon këtu, po në emën të një drejtësie për dikën është problematike me i shkel parimet bazë të drejtave të njerëzit. Nuk e di se çu ka me qenë fundi, sidomos të e pa edhe procesin e zgjedhjeve që tash jena në Kosovë dhe që Kosova s'besoj që ka me pas shumë vëmendje do më thonë ministrit e institucionet në Kosovës besoj që kanë me pas shumë vëmendje për gjykatën speciale, po shpresoj që fundi cili do që tjetë vendimi tjetë vendim i drejtë dhe i bazuar në provë. Okej, faleminderit shumë Besian. Krejtë çto çka i pa deri më tash kanë ngjarjet çka i kemi përgatit edhe gazetarët që i kemi ftuar për këtë javë me ngjarjet kryesore. I fundit ke Besian Beja që foli për zhvillimet në gjykatën speciale. Disa prej ngjarjeve javore po detyrohemi me lanë jashtë emisionit Poll Nacionale për mi transmetuar në epizoda të tjera, çdo të diel në të 7, shkaku i kohës së kufizuar që po e kemi. Neve vazhdoni me na ndjek në Gazetën Nacionale në Facebook dhe gjitha platformat e tjera të rrjeteve sociale, ndërsa shihemi çdo të diel në të 7 në ora 16.